Dalim pamje të ratisjes së Altin Docit nga Spitali Durrësit. Pamje nga momenti i ratisjes së Altin Docit janë publikuar teksa vrapon me shpejtësi. Siç shihet edhe nga pamjet e siguruara, Ndoci largohet në këmbë mes makinave të parkuar në ambientet e Spitalit Infektiv të Durrësit. Kamerat e sigurisë kanë arritur të kapin disa çaste momentin e aratisjes. Ai largohet nga fushpamja e kamerave me shpejtësi pa lënë gjurmë. I paraburgosur Altin Ndoci u aratis këtë të martë nga ambientet nga Spitali Infektiv i Durrësit, i shoqëruar me 2 efektiv të policisë së Burgut. Ndoci u paraqit në spital për të kryer kontrolle dhe ekzaminime ndaj të paraburgosurit. Ndoci gjatë kryerjes analizave ka përfituar nga momenti dhe ka goditur efektivët që prisnin jashtë derës së laboratorit, mësohet se gjithashtu është shilluar me armë gjatë momentit të aratisjes së tij. Ende nuk është konfirmuar nëse të shtënat kanë qenë prej policisë së Burgut apo personave të cilët po prisnin të aratisurin. Pas aratisjes, Ndoci ka shkuar pranë një parkimi ku e priste një makina Audi e bardhë A7 me targa AA700 RS, e cila e ka larguar nga vendi i ngjarjes. Policia ka nisur hetimet, ndërkohë po zhvillojnë kontrolle postbllokje në akset kryesore që lidhin Durrësin dhe Tiranën, si dhe qytetet e tjera. Ndoci konsiderohet person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, e akuzohet nga SPAK për vrasje, grup kriminal e të tjerë. Ndoci është në gjykim si pjesë e dosjes Plumbi Art për masakrën e Bradasheshit, ku mbeti vrar vllai i Endrit Alibej, xhaxha i tij Arben Dylgjeri dhe një shtetas turk. Ai u arrestuan vitin 2020 i akuzuar për vrasjen e vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia në Durrës, si dhe për vrasjen e Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis po në Durrës.